italian. Po është mirë djali. Mirë është mirë, Po mos ka jo i nane mirë. Mos ka i djali me rëndësi është mirë. Me ndo mirë le të bëhet mirë. po. A komunikon me të çdo ditë? Jo, rrallë. Pse rrallë? Është bërë të bëzë, është bërë. Val? O bërë nërvaz, i stresum. Edhe nuk komunikon me ty? Rrallë, ka njëherë këtë të mamë, mësë më thërë se s'kam që ka me të regu. Edhe kështu që shumë mërzitla për të, po mua veç ka nga manë, edhe ti kur që të valëzum, më knasë zemrën. Oj, zemra jem, po unë veç nuk pi kuptoj bre këta fmit, sinqeresht. Jam nervoz, non jam kështu, jam ashtu. Nuk është arsye ka pëtherët, u djali jam du me fol me ty çdo ditë. Po i këmë thonë zemrë, po tash edhe telefona nuk përkasë, nuk ja kanë marrë me kartelat, i kanë dalë afati letë njeftimit e... Me sa po e shoh ka situatën e komplikuar jashtë Kosovës. E është azil në Zvicër, është shumë njeri intelektual, shumë djallë që ka mësu, ka ditë me veç. Po tash ta dalë azili, shkoj një 3 muaj, s'ka mujt me gjithë punë kështu, se kam thonë veç me le qëndrimi, e ma thonë zemrën që ajo. E në rregull, e dashur, e mu këthy në Kosova nuk ka zgjidhje për ta me qenë se ka qenë intelektual edhe kemi nevoj për njerëz still në... Ja kam bo një padresi edhe nuk thejet, ka thonë mam, edhe nëse desë, nësë ma bjeri. Po më vjen keq e dashur, sinqeresht, më falë, po nina shumë keq. Po, më falë, po, nuk po i ka njëtë në. Jo, vetëm për mendimin tim nuk është arsye, sa dë nervoz me qenë, mos me fol me nanën. Çdo ditë, mi thirë nanat, çdo mëngjes me thirë nanën. Ja kam bo zemër padresi këtu. Ti a i ke bo diçka? Jo, zemër jo. Unë i këtu edhe pare, po tash edhe telefonat, numrat, zëherat je shumë shtirë, mi marrë edhe numrat e telefonave, për me folën, shka në merë një numër t'jashtit që të ka, se zërë që japin edhe numra, atje po bëjtë. Më falë, të lutem se nuk po kam qefë dhe me mbyllë emisionin, kështu edhe ti e mërzitën edhe unë mërzita shumë, se moj me marrë me menë se sot merë mali për djalin, po e shoh që situata është pak e komplikume, puna e numrit, puna e disa gjana. Shoqëria është shumë e vlefshme, i përgëzoj që ta 2 parafolës që kishën shoqëri, po sot edhe shoqëria ta bën një padresi shumë, e inshallah s'ju ndodh atyne. Pra ndaj në takov Zoti çdo herë me njerëz të mirë. E që të kongë zemër, mos në lëshët të lutëm se shumë po du, mos në lëshët që të dhimë se me i herë na qëtë lotë. Po çfarë kongë me të shuaj e dashur? O i dashur, kongë dashurie, kongë... që shpilëshën disa kongë dashurisë... A busqesh? Edhe në fund ditës kush është... ndjenja që na mban